Në kuadër të marrëveshjes së koalicionit qeverisës edhe agjensioni turistik në Bujanoc nga muaji i kaluar ka udhëheqësin e ri. Në krye të këtij institucioni tani po qëndron ushtruesi i detyrës së drejtorit Shuaib Neziri, një i ri me plot vullnet, energji dhe ide për punë. Që nga 16 nëntori do thotë jam emëruar nga Kuvendi i Komunës Bujanocit me votat e këshilltarëve shqiptar do thotë të Komunës Bujanocit si udhëheqës i këtij institucioni si drejtor. Dhe i propozuar do thotë nga Lëvizja Progresit Demokratik, fillimisht kemi marrë propozimin nga Nëndega jonë në Luçan, pastaj kemi marrë mbështetjen edhe të kryesisë së përgjithshme të lëvizjes dhe është miratuar do thotë nga kryetari i Lëvizjes Progresit Demokratik, zotëri Shqipëri Musliu, i cili është njëri edhe zëvendëskryetari i komunës, të cilët i falenderoj do thotë për besimin që më kanë dhënë që të udhëheq këtë institucion. Sa i përket do thot aktiviteteve, këtë vit aktivitetet në organizatën turistike kanë ngecur pak për shkak gjendjes të cilën e ka kapluar gjithë botën, jo vetëm vendin tonë, por shpresojmë do thot që vitin e ardhshëm në bazë plan programit të cilin e kemi paraporë të realizojmë do thot ato aktivitete në fushën të cilën do thot jemi përgjithësi. Në bisedën e zhvilluar sot, drejtori Neziri shpalosi idetë të cilat ai parasheti realizoi në zhvillimin e turizmit, duke i dhënë theks të veçantë disa pjesëve të cilat i posedon komuna e Bujanocit, sikurse Banja e Bujanocit, Kalaja e Kërshevicës, liçeni i Bujanocit, manastiri i Prohor Pçinjës e të tjera. Realisht komuna e Bujanocit do thotë i ka disa resurse të ndryshme turistike të cilat i posedon do thotë dhe ka një trashëgimi të pasur edhe historike, por edhe ndër vite do thotë janë promovuar këto vende turistike. Disa prej tyre do thotë kanë një trashëgimi të pasur që nga koha Iliro-Trakja Dardane, do thotë një periudhë kogja e gjatë do thotë për historike dhe realisht duhet do thotë të punojmë që këto vende do thotë t'i promovojmë sa më shumë. Ndër këto destinacionet më kryesore që i kanë promovuar vazhdimisht organizata turistike është Banja e Bujanocit, një destinacion që është mjaft i rëndësishëm dhe është promotor i zhvillimit të turizmit do thotë në komunën e Bujanocit. Banja do thotë përpos që ka efekte shëruese, ajo do thotë përthith edhe turista do thotë jo vetëm nga niveli komunal, por edhe nga niveli republikan, por edhe nga rajoni si nga Kosova, Maqedonia, do thotë Bullgaria që vinë do thotë në Banjë edhe për efekte shëruese, por edhe për turizëm. Një ndër destinacione tjera të cilat mund ta veçojmë si trashëgimi e pasur e këtij vendi është Kalaja e Kërshevicës, një kala e cila daton do thotë që nga shekulli 4 para erës re. Do thotë dhe është një monument i cili meriton një vëmendje të veçantë për ta promovuar dhe për ta zhvilluar atë destinacion. Padyshim se për realizimin e këtyre ideve apo planeve nevojitet mbështetje financiare, andaj drejtori Neziri është optimist se do të gjejë mënyrën e përshtatshme për arritjen e qëllimit.